Kosova vazhdon të mbetet e bllokuar nga brenda me institucione të pak konsoliduara dhe e izoluar nga jashtë. Është momenti i fundit që lëvizja vetëvendosje, deputeti Kurti të reflektoj. Bota po ndryshon çdo ditë, drastikisht dhe dramatikisht. Kosova nuk guxon të sillet me kësi lloj indiferencë dhe papërgjegjësie. I bëjmë apel zotit Kurti që të reflektoj. Kosova është më e madhe se sa egoja e tij personale. Edhe njëherë, faleminderit shumë dhe më vjen keq që jemi në një situatë e cila po duket pa rrugdalje. Unë në një nga paraqitjet e mia këtu kam deklaruar në emër të Partisë Demokratike të Kosovës se ne në këtë seancë duhet të ishim të mbledhur për të shkarkuar bordin e zërejës, i cili është instrumentalizuar në plotni nga lëvizja vetëvendosje dhe zoti Kurti dhe nuk po i mbron më interesat e qytetarëve të Republikës Kosovës. Nuk bëhet fjalë vetëm për biznese pronar, bëhet fjalë për ekonominë e vendit, bëhet fjalë për mbi 140.000 punëtor, bëhet fjalë për biznese që paguajnë taksa e me ato taksa edhe ne marrim pagat tona. Është tërësisht e papërgjegjshme mënyra se si lëvizja vetëvendosje trajton këdo dhe secilin që mendon ndryshe nga ta. Është një përpjekje e vazhdueshme e këtij subjekti politik që të rrënoj çdo mekanizëm, çdo institucion, prej mediave, te bizneset, te gjykatat. Është për keqardhje. Urdhën? Po, Shtetet e Bashkuara të Amerikës tash e 26 vite kanë investuar në një Ballkan perëndimor të integruar në NATO dhe Bashkimin Evropian dhe në një Kosovë të konsoliduar nga brenda dhe ndërkombëtarisht. Administrata e parë e presidentit Trump ka një trashëgimi pozitive në Ballkanin perëndimor. Gjatë asaj administrate është bërë antarësimi i Mualitzi dhe Maqedonisë së Veriut në NATO, është bërë ushtria e Kosovës, kemi pranuar njohje ndërkombëtare, mirëpo siç e kam thënë shpesh herë, natyra e relacionit mes Kosovës dhe SBA-ve nuk diktohet vetëm nga kush është në shtëpi të bardhë, por diktohet edhe kush udhëheq me qeverinë e Republikës së Kosovës. E fatkeqësisht, ne kemi në krye të vendit një kryeministër në largim, i cili e ka izoluar Kosovën dhe sot, 26 vite pas luftës, aleatët që na ndihmuan të çlirohemi e të ndërtojmë shtetin e kanë sankcionuar Kosovën. Edhe një herë, faleminderit shumë. Respekt.